Ilir Proda nuk është më drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit. Është shkarkuar në mënyrë të befasishme në mëngjesin e sotëm nga Ajatollahu i Tiranës. Ai është lideri suprem që të ngarkon, të shkarkon. U jep jetën, u merr jetën këtyre rilindasve. Pra, nuk ka si ndryshim. Rama e thash edhe dje me Ayatollah Khamenei. Është i njëjti. Është lideri suprem i tyre. Shkoni shihni për çfarë se më kujtu kjo, do bëj parantezë. Shkoni shihni një postim të Milva Ekonomit. Ajo që thoshte është Rama brand ndërkombëtar. Kishte bëj postim atje për reagimin e Ramës për Iranin, edhe sikur bën lajm, domethënë sikur ishte fiks si lajm gazete. Rama tha, kryeministri tha, kështu në çuditje fare nëse. Tani vim te shkarkimi i Ilir Prodës. Po të bënim humor, unë do thoja që ja hangri kokën Ilir Prodës Felix Bilani, miku jon, shoku jon. Po nuk po bëjmë humor këtu. Po të ishim serioz, por naiv, do të thonim që Edi Rama e shkarkoi Ilir Prodën sepse nuk mbrojti vilën e Enver Hoxhës. Dhe ju doq barku Edi Ramës për vilën e Enver Hoxhës. Pra nga protesta opozitës nuk e mbrojti Ilir Proda dot vilën e Enverit dhe e shkarkoi Rama. As kjo nuk më zë vend logjikisht. Pse e shkarkoi, arsyen pse e shkarkoi sipas mendimit tim. Rama është, ju kam thënë për herë, është në gjendje paranojash. E kanë kap paranojet edhe është një fazë e fundit që kap këta autokratët, po kryesisht jo vetëm autokratët, po kap njerëzit që e kanë kalu gjithë jetën, ose kanë ndërtu imazhin e tyre dhe e kanë kalu gjithë jetën mbi gënjeshtër, mbi mashtrim. Pra kanë pas parat fuqishë të madhe, kanë investu, kanë pagu media, kanë pagu njerëz, kujtone, kanë kriju kanë kriju për veten e vet një imazh siç do donin ata të ishte, kur në realisht nuk është, për shembull, një person i tillë. Kështu e ka bërë Rama, dhe tani kanë rënë këto të gjitha, e ka dalë zbuluar që është një langaraq, është një ordiner, që merr njerëzit në telefon i shan, e patë atë videon që shan atë robin nga Trajgjasi, ku je bashur, ku je bashmudin, i thoshte atij. Pra kryeministër më të fllihur se ky nuk ka pas Shqipëria ndonjëherë, po as më hipokrit se ky nuk ka pas, as më zgjuar në djallëzi se ky nuk ka pas. Tani ai Ilir Prodën nuk e ka shkarku as sherrri e kërcënimi Felix Bilanit, as protesta e opozitës, po e kanë shkarku mos përballimi më i korrenteve brenda kupolës mafioze të rilindjes. Aty është, imagjinojeni sikur të futesh në një vend ku ka korrent rreth rrotull, pa po hyn në një tip bobine me korrente, du të hecësh kështu që të kalosh nga krahu tjetër pa të prekur ato. Imagjinojeni vetë pak si ndodhin to me korrenti. Kështu është rilindja. Deri tani ky i ka kontrollu mirë Edi Rama, tani nuk i kontrollon dot më. Dhe Ilir Prodën ja kanë heq këto korrentet atij, sepse ai është bërë paranojak edhe nuk di kush kë kontrollon më. Pra një pjesë ja kontrollonte ky Gjys Agasi. I dalin llafe që Gjysi e ka regjistru, ka dokumentu gjithçka ka bë për këtë, se gjitha gjërat për këtë i ka bë dhe Gjysi, se Gjysi s'ka pas asnjë lloj pushteti. Dhe ky është në paranoj se mos hiken Gjysi diku, i depoziton këto dhe i qerr maskën. Pjesën tjetër, rrymën tjetër që i kontrollonte ishte Belinda. Belinda do është tregu edhe më e zonja se sa Gjysi. Pra, Belinda e ka marrë peng 100%, po dhe e ka tallë. Do thënë Belinda për mu meriton respektin maksimal, sepse është e vetmja në Partinë Socialiste, e vetmja në kupolën e rilindjes që ju ka hap syt shqiptarëve. Ju ka hap syt shqiptarëve duke marrë penge Edi Ramën dhe duke e ekspozu si langaraq ashtu siç është. Dhe për këtë meriton, për mua meriton respekt maksimal Belinda Balluku.
Rrymat tjera që Edi Rama nuk di më se si t'ju ruhet janë rrymat e Fatmir Xhafajt përmes Erion Veliajt. Pra, kemi një rrym të Gysagasit që thonë përfaqëson këto lidhjet të okulte me bandat e me këto. I ka dokumentu çdo gjë dhe është gati nga momenti të sherr maskën Edi Ramës. Kemi Belinda Ballukun, e cila e ka legenos edhe po e legenos çdo ditë Edi Ramën. Kemi nga krahu tjetër rrymën e Fatmir Xhafajt, i cili përfaqëson interesat e Erion Veliajt. I mbushur deri këtuaj, më pak i takatshëm se këto tjerët, se me qenë Erioni ka qenë më budallaj nga këta, më idioti, më naivi. Siç duket edhe e ka dash edhe e ka besu Ramën, nuk ka rujt dosje për të. Belinda ka rujt, Xhafaj ka rujt, Gysi ka rujt, gjithë kanë rujt. I vetmi budallaj që është tregu nga të gjithë më budallaj nga këta, është Erioni, s'ka rujt as dosje as gjë, dhe ç'të Fatmiri mund të ndihmojnë pak Erionin. Këto rryma, pra Edi Rama është një fortunë, është aty ka ajo bobina që u thash tani, edhe po e përzhisin rrymat në të gjitha anët. Pra ne është bodhe si i shkallum, se nuk është duke pytaj për vilën e Enver Hoxhës, apo nuk është duke pyet se i policia ti shkojën e theu aparatin e Felix Bilanit. Pra shumë mirë që e opozita gëzohet e kujtun e përdor, por nuk e ka shkarku prej jush atë. Ashtu sikurse edhe rastin tjetër. Pra është thjesht në korrent, në paranoj, në frikë reale, dhe qa bën sillet thjesht si vllai i tij i madh, i ndjeri Ali Khamenei, Ayatollah Ali Khamenei, i cilin për fat keq apo për fat mirë, nuk e di fare ta them, këtë s'kam asnjë lloj mendimi, e palosën miqtë e Ramës në shtëpinë e tij në Iran. Bum, me bomba atje e vranë. Kështu që kjo është sipas meje analiza pse Edi Rama ka shkarku Ilir Prodën, sepse për t'u bindur që besoj kam drejt e kjo analizë, në vend Ilir Prodës ka sjell një më të poshtër se Ilir Proda. Ka sjell atë Bishkën, që është një militant partijak i smur, pra nuk gjykon, nuk është asnjëherë i ftohtë si punojës shteti, ajo është gjithmonë si socialiste, po pa njëri përballë që është i bindur që ose që i shan partinë, ai hyn dajak e copton. Pra nuk është se e ka heq një, po themi, një polic të papërgjegjshëm, kryepolic të papërgjegjshëm me bandit, e ka sjell një profesionist. Ka sjell një më të keq se Ilir Proda. Kështu që kjo është e vetmja gjë që shpjegoj unë pse e hoqi Ilir Prodën ky vllai i vogël i Ayatollah Ali Khameneit dhe binjaku i Aleksandr Vučićit. Shihem.